يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى آية الرجم سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى nëse keni frikë se nuk keni të drejtë në ndarjen e pasunisë të jetimave dhe në përkujtesin për ta, fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Martoni me ato që mundeni, që i lejon mundësit 1, 2, 3 dhe 4. Fe në khiftum alla ta'adilu, nëse keni frikë se nuk mundi me qenë të drejtë ndaj tyre, fe wahidatan aw ma malakat aymanukum, atëherë vetëm një dhe atë që e keni nën posedimin tuaj. Dhalike adna alla ta'ulu, se kjo është më afër për mos me gabu. Wa atu nisa sadaqatihinna nihla, dhe jepni gravet të juaja atë që ju takon si dhurat e martesës. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. E nëse ato nga vetë dëshira atyre u falin të tërën dhuratën e martesës ose pjesë për isaj, atëherë hajeni dhe ju baft mirë. Wala tu'tu as-sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Dhe mos ju jepni pasurinë atyre të cilët nuk janë të aftë me menaxhu pasurinë e vet, e që për pasurinë e tyre ju jeni përgjegjës, që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë përgjegjësi. Warzuquhum fiha, por ata të cilët nuk janë të aftë, ju kujdesuni për me i furnizu ata, waksuhum, edhe kujdesuni për veshjet e tyre, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, edhe thujini atyre fjalë të mira ose fjalë të zakonshme. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve o in khiftum alla tuqsitu fil yatama, nëse keni frikë se s'muni me qenë të drejtë me jetimat, kurse më koni pa drejtë me jetimat është gjëna i rëndë. Sikur që ka transmetue sakt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që veç kush e ledhaton kryt e jetimit, kush e prek në flokët e jetimit, ka probleme të mëdha veç për të dëgjesë. Kuptimi tjetër më njëherë kush e shqetëson edhe qoftë që kaq jetimin, ka gjëna të madhe. Jetimi thamë është ai që i kanë vdekë të dy prindë, ose ai që ka vdekë njëri prej prindve, edhe kjo është në moshën madhore. Tina nuk ja zëvendëson kërkush prindin heq me kur gjë, edhe me ia dhënë krejt mirat e dynjos, edhe krejt gjithçka me ia afru, prindin e vet se ja zëvendëson kur gjë. Dhe njihet se është i zbrast në vetën e vet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar besimtarët që me qenë me jetimat sa më afër, sa më të dashur, edhe me të paktën nëse s'ka mundësi me i një mua diçka, të paktën një ledhatim, ose me fol diçka një fjalë që
është e mirë. Dhe nëse ka frikë se nuk mundet më kanë i drejt në shpërndarjen e pasurisë, atëherë ato që janë për martesë ose që kanë jetima, me bë gruat vetën ndrohen shumë dispozita dhe lehtësohen shumë çështje. Fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dhe sjell Allahu subhanahu wa taala dispozitën e martesës që e lejon Allahu subhanahu wa taala besimtarin me mrena kufive shariatik edhe me rrëdveten edhe mësmera në padrejtësi ndaj pasunisë e tyre ose sjelljeve me ta. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلكم أدنى ألا تعولوا. Por edhe nëse ka frikë që edhe me gratë është i padrejtë, edhe aty duhet me pas njohuri që secili për veten e vet, me ditë veten e vet, dhe normal secili e din, por nganjëherë dëshira që më bëj padrejtë, edhe këta nuk duhet me leju besimtar. Të gjitha çështjet që i bën këtë dënjë duhet me ditë se për to kemi me dhënë llogari para Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa atu an-nisaa sadaqatihinna nihla. Jepuni grave pjesën e dhuratës, edhe pjesën e mehrit, edhe premtimet të tjera që ka mundësi me ia bë burri gruas në aspektin e pasurisë. Prej çështjeve që në pjesë e nikahut ose martesës është edhe çështja e mehrit. Mehri është dhuratë e martesës, të cilën ose e cila është pasuri personale e asaj që martohet. Dhe në këtë pasurie e ka drejt me bo plotësisht ka dëshiron ajo me bo. Mrena kufive shariatik. Dhe nëse don, nëse shkon martesa, shef cilësitë e mira të burrit, ka drejt me ia fal mehrin krejt. Ka drejt me ia fal gjysën, ka drejt me gjithçka që është e drejtë e gruas. Nëse ia fal të tërën ose një pjesë prej sajna, fekuluhu hani'an maria, hanë thot Allah subhanahu wa taala dhe ju boft mirë. Komentatorët e Kuranit kanë përmendur se nuk ka raste të tjera në Kur'an që për jetën e kësaj dynjoje, për një lloj pasunisë thot Allahu hanë ju boft mirë përveç pasunisë së faljes së mehrit. Ka të tjera fekuluhu hani'an maria, me hangër ju boft mirë në botën tjetër pasi të hyjnë njerëzit në xhennet, por se përket jetës së botës është vetëm kjo. Kanë përmendur dietarët e Kuranit për shkak se kjo tregon një nivel të lartë harmonie brenda familjes. Një nivel të mirë familjar, saqë ajo që është dhuratë e martesës për shkak të nivelit të mirë të edukatës e bën me fal krejt ose me falin pjesë prej sajna. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. Çështja e parë, përgjegjësia ndaj jetimave. Çështja e dytë, përgjegjësia ndaj grave. Dhe çështja e tretë, përgjegjësia ndaj atyre të cilët në autoritetin e tyre kanë njerëz me tmeta mendore. Dhe edhe për në aspektin njerëzor, dhe në aspektin e pasurisë, secili ka me dhënë llogari për këta që i ka në përgjegjësinë e tij. Kush ka përgjegjësi me i mojt jetimat, që është i afërm i tyre, që i takon më konë përgjegjës për ta,
ka me dhënë llogari edhe për ta edhe për pasurinë e tyre, nëse ka pasur edhe pasurinë e tyre me na qenë. Dhe kushdo që është i martuar ka me dhënë llogari se ka përgjegjësi për gruan e vet, edhe ka përgjegjësi për mirëqenien e saj, edhe për ushqim, edhe për veshje, edhe për të gjitha elementet e tjera që i ka të domosdoshme, dhe ka me dhënë llogari te Allah subhanahu wa taala pikë për pikë për përgjegjësinë që ka pasur. Edhe kushdo që në përgjegjësinë e vet ka njerëz më të meta mendore, e ka për detyrë me këshyr ata, edhe më kujdes nëse ata kanë pasuni për shkak se ka mundësi prindit tyre u kanë shumë mirë, edhe ju kalon atyre pasuni të mëdha, dhe prindi ka vdek, dhe fëmijët i kalojnë përgjegjësi migjes, ose kush është i familjes, tash ky me dasht me manipulu me pasuninë e tyre mund me bëj shumë manipulime, por do të me pas kujdes se ki me dhënë llogari te Allahu subhanahu wa taala. Edhe me pasuninë e grave ka mundësi njeriu me manipulu, por me pas kujdes se ki me dhënë llogari te Allahu. Edhe me pasuninë e jetimave ka mundësi me manipulu, por do të me ditë se për këtë ki me dhënë llogari te Allahu. Wala tu'tu as-sufaha'a amwalakum. Mos ja jepni, thot Allahu subhanahu wa taala, atyre që nuk janë të afmëntalisht pasuninë, vetëm e kanë ata, po zot më dhon, do të më rujt ky që është përgjegjës. Se më dhon aty pasuninë e çon poshtë e hub. Nuk din me menaxhu, nuk e harxhon aty ku duhet. E mashtrojnë hallja, morën. Përgjegjësit do të më marr pasuninë e tyre, as nuk do të më shpenzue për interesat veta, por do të më dhon aty në çaq sa kanë nevojë ata më dhon, edhe nëse mundet me punu me to më arrit pasuninë, do të më punu me arrit pasuninë. Nëse s'mundet, nuk do të më dorëzu pasuninë, për shkak se njerëzit kanë pirë me thonë çeku kanë çka do të bëjnë, po çka do të bëjnë nuk është i aftë. Nuk do të më dhon, përgjegjësia është me mojt ti. Wala tu'tu as-sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Mos ja jepni pasuninë atyre të cilët nuk kanë mirë mentalisht, pasunia aty është, po s'do të më avon se nuk di me menaxhu ata. Juve Allahu ka po përgjegjës për pasuninë e tyre. Warzuquhum fiha, edhe ushqeni me pasuninë e tyre nëse kanë ata, s'ka nevojë ti me ushqim me pasuninë tonë. O kësuhum edhe blejnë tesha atyre, pi pasunisë tyre, jo pi pasunisë tonë, se s'kije nevojë se ata kanë atë pasuni. Qulu lahum qawlan ma'rufa, dhe thoni aty në fjalë të mira. Thoni aty me fjalë të mira, është shumë interesant me kuptu këtë pjesë. Qawlan ma'rufa, fjalë të zakonshme. Cilat janë fjalët e zakonshme? Fjalët e zakonshme janë ato që folmi në bisedë me nënën tjetër. Dhe nëse i nëni kujdes njerëzit në përgjithësi kur takuar me dikon që nuk është i afmëndalisht, më herë kanë çetër ndryshe folën me ata. Më herë nisin pak se me lut hajgore me ata. Pse lut hajgore me ata? Pse s'është mirë me mëna? A fol me dikon që është mirë tamam me men çështë që fol me këta. Më herë më shumë fjalë me shtim e kesh tjetër që më fol me ata. Qulu lahum qawlan ma'rufa, folën me ata si kur fol me ata që kanë men. Si kur me ata që janë mirë, si s'fol me ata si kur me këta. A llogarit arritur me bë hajgore me një njeri që s'është mirë mentalisht. A do më kalzo veta se ti jaf se din me shti me gabunja që s'është mirë me mena. O qulu lahum qawlan ma'rufa, thoni aty me fjalë të mira, fjalë të zakonshme. Zakonisht njerëzit kur takohen me ata të cilët nuk janë tamam mirë, edhe i ofendojnë, edhe i shohin, hajtë se kjo budallë. A i thuhet një njerit që është normal, hajtë se ti e budallë, pse si thuhet atina? Pse këtina i thuhet? Ata që se ka aftësinë e vetë, Allah nuk e ka dhënë këtë aftësi. Pse bën hajgore me ata që nuk është në gjendje bashkëmirë? Qulu lahum qawlan ma'rufa, drejtësia
është me usill me ata të cilët kanë të meta, qoftë jenë ato fizike, qoftë ato jenë mendore, të paktën duhet me usill sikur që sillesh me njerëzit të zakonshëm. Kurse mirat mirës është me usill më mirë me ata se sa me ata që në zakonshëm. Sa që është i zakonshëm s'ka nevojë për sjelljen tonë hiç, as për fjalët e mira tua hiç, as për minimum hiç, se është vetë aftë. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ju mos më konë që rahmeti i Allahut përplesht e për fëmijët, edhe për njerëzit që kanë të meta, sa për juve që jeni mirë, kur Allahu një pikëshin tokë nuk e kishu. Qaq bën gjëna, qaq jënë të pakujdesshëm. Dhe shka është çështja? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend kategoritë që për hatër tynve Allahu subhanahu wa taala lëshënshit është, më ju bë mirë që atyre që të është sevapi. Më ju bë mirë atyre që janë të plesht vjetër. Po për ati s'ki fitim për gjanë, tash për qëto njerëzit që bojnë mirë atyre. Se njerëzit e këshyre veç shka fiton për i tina. Njerëzit nuk dojnë më nejtë me fukararë, dojnë më nejtë me ata që ka pasuni. Pse për i zotë do më nejtë me ta, jo zotë. Do me fitu di shka interes. Kanë dëshirë me nejtë me ata që janë të thjesht, s'kanë kurfar pozite, mi po disa të nalë që janë gjimë mastunve. Sa fise birila kjo? Me ju bo mirë fëmive, me ju bo mirë atyre të cilët nuk janë të aftë, me ju bo mirë atyre të cilët janë të vjetër, se dhe ata kanë një lloj të aftësie, ka mundësi me fitue mëshirën e Allah subhanahu wa taala, për shkak se na kanë nevojë më shumë me na mëshiru Allah se sa na ata që kanë të meta që kanë nevojë për atë mirësinë që na mundë me avu atyna. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.